muslimani i vërtet, besimtari i mirëfillt, ai i cili e pranon Zotin për krijues dhe Zot të tij, dhe e njeh statusin e tij si robi dhe krijesa e Allahut, një prej normave etike fetare që buron nga besimi dhe nga feja është që ne duhet të jemi plotësisht të përgatitur që të jemi të nënshtruar dhe të dorëzuar para urdhrave dhe kërkesave që i madhi Zot te baraka wa taala kërkon nga ne. Në këtë drejtim e kemi ajetin nga kaptina Nisa, ajeti 66, thot Allahu fuqi plot: "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita." Thot Allahu fuqi plot, sikur ne ata ti detyronim apo ti obligonim që ata të vrasin njëri tjetrin, apo ta dëbojnë dhe ta nxjerrin njëri tjetrin nga shtëpitë e tyre, vetëm se një pjesë e vogël e njerëzve kishin më u përgjigj këtij urdhri. Walau annahum ma fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum, e sikur ata ti përgjigjen dhe ti nënshtrohen kësaj kërkese, do të ishte më mirë për ta edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Shiqani, ky ajet, ajeti 66 nga kaptina Nisa, është një prej atyre ajeteve i cili në obligon neve si besimtar dhe krijesat Allahut që obligohemi dhe duhet të jemi të gatshëm që ti nënshtrohemi në plotëni dhe ti dorëzohemi të madhit Allah te baraka wa taala përballë kërkesave, përballë detyrimeve dhe obligimeve që i madhi Allah fuqi plot kërkon nga ne. Do të thotë, dorëzimi dhe nënshtrimi, gatishmëria për me qenë na plotësisht të gatshëm, ti nënshtrohemi dhe të dorëzohemi Allahu dhul xhelal, është shenjë e besimit dhe njëkohësisht manifeston dhe shpreh robrin, besimin, bindjen dhe islamin ton karshi krijuesit te baraka wa taala.